Policia e shtetit është një institucion në shërbim të qytetarëve dhe çdo veprim i ynë ka një themel: garantimin e rendit, sigurisë publike dhe zbatimin e ligjit. Pikërisht për këtë arsye, ne e konsiderojmë transparencën një element të domosdoshëm të punës sonë, sepse vetëm përmes saj mund të ndërtohet besimi reciprok mes qytetarëve dhe policisë. Sot dua të ndaj me ju një vendim të rëndësishëm policisë shtetit që lidhet drejt për drejt me mënyrën se si ne komunikojmë me ju dhe me publikun. Ky vendim nuk vjen rastësisht, por është rezultati i një reflektimi serioz mbi reagimet e shumta të qytetarëve, të cilët kanë shprehur shqetësimin e tyre për impaktin negativ që krijon në shoqëri mënyra se si përcillen çdo ditë lajmet mbi ngjarjet kriminale dhe shumë lajme që ne japim nga çdo qark në përmbledhjet ditore. I kam pritur dhe dëgjuar këto shqetësime me shumë seriozitet dhe përgjegjësi. Kam kryer konsultime me specialistë të pushës, kam komunikuar me shumë nga homologët e mi në Ballkan dhe Europë dhe më rezulton se mënyra se si veprojmë ndikojmë negativisht në shoqëri dhe në jetën e përditshme të qytetarëve. Nisur nga sa më lart, policia e shtetit do zbatojë një formë të re komunikimi më të përgjegjshme, më të strukturuar dhe në përputhje me modelet më të mira evropiane. Dua të theksoj qartë, kjo nuk është një tërheqje nga transparenca. Përkundrazi, është një hap përpara drejt një transparence më cilësore dhe më profesionale, sepse ne besojmë se qytetarët nuk kanë nevojë për më shumë informacion, por për informacion të saktë, të verifikuar dhe të përgjegjshëm. Një informacion të matur që mos të ndikojë te perceptimi negativ dhe te kriminalizimi i shoqërisë. Çfarë ndryshon konkretisht në formën e re të komunikimit? Së pari, të gjitha dhënat statistikore, mujore dhe vjetore mbi kriminalitetin dhe sigurinë publike do të jenë të aksesueshme në mënyrë të plotë në faqen zyrtare të policisë shtetit. Së dyti, për ngjarjet dinamik, titullarët e policisë në vend ngjarje do të japin informacionin e nevojshëm për mediat dhe publikun, në kohë reale dhe të shoqëruar me informacionin paraprak nga zëdhënësje e policisë. Kjo praktikë tashmë ka nisur dhe do të konsolidohet edhe më tej. Së treti, drejtuesit e drejtorive vendore të policisë me stafet e tyre do të zhvillojnë konferenca mujore për të bërë transparente punën, rezultatet dhe sfidat në çdo qark. Së katërti, për ngjarjet me impakt të lartë apo operacione të rëndësishme policore, policia e shtetit do të informojë në kohë dhe në mënyrë të plotë nëpërmjet kanaleve zyrtare. Përse po e bëjmë këtë ndryshim? Mbi ngarkesa me lajme kriminale, shpesh të dhëna në mënyrë të fragmentuar apo të nxituar, krijon një ndjenjë pasigurie që jo gjithmonë pasqyron realitetin. Informacioni pa konfirmuar dëmton jo vetëm hetimet, por edhe besimin e qytetarëve dhe të institucionet. Policia e shtetit nuk është vetëm kronik krimi, por ajo është çdo ditë në terren për parandalimin, për bashkëpunimin me komunitetin, për takimet me këshillat e sigurisë, si dhe për edukimin dhe ndërgjegjësimin e qytetarëve. Këto janë vlera që duhet komunikohen pa aq fort sa dhe lufta kundër krimit. Të nderuar përfaqësues të medias, të nderuar qytetarë, kjo konferencë nuk duhet parë thjesht si një komunikim periodik me median, por si një pjesë e një standardi të ri institucional ku informimi publik do të jetë më i plotë, më i drejt për drejt dhe më pranë shqetësimeve reale të qytetarëve. Ne jemi të vetëdijshëm se sfidat përballë rendit dhe sigurisë janë të shumta, por po aq i vendosur është dhe angazhimi ynë për të përballuar ato me seriozitet dhe profesionalizëm. Qëllimi im është i qartë, të ndërtojmë një komunikim që informon, por nuk alarmon, që është transparent dhe i përgjegjshëm, që forcon besimin dhe jo pasigurinë. Qëllimi ynë nuk është thjesht të informoj më shumë, por të informoj më drejt, më saktë dhe gjithmonë në interes të sigurisë së qytetarëve. Në këtë frymë të bashkëpunimit, transparence, jam i hapur për pyetje, për çështje të ndryshme, për të afektuar opinionin publik dhe për gjatë ngjarjeve që kanë ndodhur dhe gjatë muajit që lan pas. Ju faleminderit. Faleminderit për pyetjen. Vërtet ka qenë një ngjarje sensitive edhe për ne.
Kemi njoftuar dje që disa prej studentëve kanë shkuar në spital për të marrë ndihmën e nevojshme mjekësore. Gjendja e tyre është paraqitur në simptoma të lehta dhe jo shumë të rënduara, por gjithsesi ne kemi marrë gjithë masat në Akademinë e Sigurisë për t'u ardhur ndihmë gjithë studentëve që ndodheshin aty. Për sa i përket veprimeve që ne ndërmorëm dje, është bërë e mundur që të arrestojmë 2 prej personave përgjegjës që kanë kryer gjithë pjesën administrative të kompanisë dhe pjesën reale me përgatitjen e ushqimit dhe gjatë këtij momenti është pallur edhe në kërkim administratorja e firmës. Në bashkëpunim me AKU-n është bërë ditën e djeshme bllokimi të gjithë lëndës që është përdorur në ushqimin që kanë konsumuar studentët. Vazhdon gjurmëshmëria e gjithë produkteve që janë përdorur aty, por aktiviteti i subjektit tregtar nuk është ndërprer pasi ka dhe disa fusha të tjera ku vepron dhe nuk është ndërprer dhe ushqimi dhe furnizimi dhe gjatë ditës sotme të studentëve. Vazhdojnë gjithë veprimet hetimore në bashkëpunim me prokurorinë, me AKU-n për të kryer gjithë ekzaminimet e nevojshme dhe aktet e ekspertimit për të parë të gjithë dinamikën e ngjarjes se përse ka ndodhur dhe ka ardhur ky problem. Faleminderit. Deri më tani janë vënë përpara përgjegjësisë ligjore për në një akuzë 4 punonjës të kompanisë, me të cilëve ashtu siç ju e pohuat, administratorja e kompanisë Sorian është pallur në vërtet. Çfarë janë konstatuar shkelje konkrete ndaj kësaj kompanie? Shkeljet konkrete do bëhen të ditura në përfundim të gjithë akteve dhe të gjithë procedurës hetimi si nga AKU-ja edhe nga procesi penal. Kështu që për momentin ne kemi marrë vetëm njoftim që këta studentë janë elmuar dhe kjo ka ardhur për shkak të ushqimit, pasi është në mas dhe rezultatet e tjera do bëhen me dije më vonë. Merit Mansi nga Televizioni Klan. Edhe një të lutem? Si do të procedohet me 3 vakte që duhet të marrin në gjithë studentët e akademisë? Pra të sërish në të njëjtën kompani që kanë kontakt akademia apo do të rishikoni mënyrën se si ata do të punojnë? Tani edhe sot ne kemi vazhduar posërish me të njëjtën kompani. Unë e bëra me dje që ditën e djeshme nga strukturat e AKU-s është bërë vetëm bllokimi i lëndëve apo sasisë ushqimore që është përdorur gjatë ditës së djeshme nga studentët dhe është bërë vetëm një pjesë e bllokimit të kësaj kompanie. Kompania vazhdon dhe furnizon edhe sot studentët me ushqim, si në mëngjes, edhe tani gjatë orarit drekës dhe do vazhdoj edhe gjatë darkës. Prandaj ngjelet e timit për të parë dhe për të bërë të mundur se si do operojmë në vazhdim me kontratat edhe me këtë kompani. Merit Mansi nga Televizioni Klan. Drejtor, një ditë përpara prokurorës ka aktën e ndërtimit se çfarë do të ndodhë nëse do ketë akte të dhune. Policia do të përdorë njëjtin strategji si në përdimin e shkuar, ku preferojnë shpërndarjen e turmës apo nisën lidhjen nga ndërtimi teknike dhe mjetet të tjera në vendim të kryeministrisë, apo ka një plan tjetër për të menaxhuar turmën e qytetarëve që do të bashkohen dubime të tjera nga paketi. Faleminderit. Përsa i përket protestës që do zhvillohet nesër, Policia e Shtetit ka marrë gjithë masat që të organizohet dhe të marrë detyrimet e saj përsa i përket një proteste të qetë dhe paqësore. Kjo protestë do zhvillohet ose leja për të zhvilluar është kërkuar për bulevardin Shnorët e Kombit dhe aty duhet të jetë përqendruar. Në rast të veprimeve jo ligjore nga ana e protestuesve do veprohet në bazë të procedurave standarde dhe në bazë të ligjit dhe kodit penal. Faleminderit. Së faktit në parë ndodhi një aksident të tranzitniturës ku fatkeqësisht humbën jetën dhe 3 fëmijë të njëjtër. Ju keni marrë masat tuaja për personalimin dhe shkarkimin e foljes drejtuese, megjithatë nga ana e drejtorisë për standarde profesionale nisi një hetim gjithashtu paralelisht edhe nga ana e justisë mbikëqyrës policore. Nga institucioni policisë së shtetit është konstatuar deri tani një përgjegjësi e efektive atje për mosveprimin. Ishte një ngjarje shumë e rëndë që ka tronditur gjithë opinionin publik, njëkohësisht edhe mua që ka trondit shumë personalisht. Pezullimi i punonjësve të policisë ka të bëjë me verifikimin që po bën drejtoria e standardeve profesionale për të parë hap pas hapi të gjithë procedurën se si ka vepruar punonjësit e policisë në atë zonë
dhe për të bërë më të mundur për sigurinë rrugore në komunitet. Akoma s'kemi dalë me një përfundim mbi rezultatet e hetimit të drejtorisë standardeve, dhe hetimi administrativ vazhdon, por njëkohësisht edhe hetimi penal. Në të ardhmen do bëjmë me djeni. Të patyrë në histori televizion, në amështimin e njoftimi për konferencën e sotme, sonë në dje se të praqësimi të vëna ose në marrëdhënie të re në media dhe profesorit të kësaj platformës të qendrore parti i asaj çfarë palosni për transparencën dhe një komunikim më të drejtë dhe më të drejtë në media. Do ta kemi një komunikim të tillë në histori të tillë edhe të marrëdhënies SPAK. Faleminderit, marrëdhëniet tona me SPAK-un janë normale. Ne bashkëpunojmë dhe veprojmë në bazë të gjithë rregullave dhe komunikimeve të përditshme, kështu që patjetër kur të jetë e nevojshme dhe komunikimet e përbashkëta do jetë. Sara Demuçi, Euronews Albania. Sa i përket atentatit të ndodhur në fund të muajit prill, deri këtë moment në çfarë faze janë hetimet dhe sa i përket zonave ku po kontrollohet për 3 autorët e dyshuar, në çfarë zonash po kontrollohet? Për ngjarjen e Lezhës së Kosovës. Okej, faleminderit. Patjetër që policia që momentet e para, që ka të bire me këtë komunikimin që unë po bëj sot me ju, drejtori i policisë vendore doli një komunikim të drejtë për drejtë me njëherë në vendngjarje, dhe veprimet hetimore kanë vazhduar. Edhe sot në mëngjes ne kemi kryer disa kontrolle me forcat speciale RNA, por për momentin akoma s'është bërë mundur kapja e autorëve të dyshuar. Puna vazhdon intensivist dhe fakti që edhe sot kemi pas operacion për kapjen e tyre nuk do thotë se kemi lënë jashtë vëmendjes dhe jashtë arrest. Faleminderit. Sejda nuk ka opinions për të kthyer edhe një aksidente të rëndë të ndodhur në Durrës së Dielën, apo shikohet mundësia që të ndërhyet në legjislacion ose të ashtësohet kodi rrugor për persona që drejtojnë automjete në gjendje të vellur, të alkoolizuar ose të droguar, ose edhe për shpejtësim. Faleminderit. Ndryshimet në kodin rrugor apo në kodin penal patjetër që duan kohën e vet dhe besoj që ka ardhur koha dhe është më se normali që të kemi ndërhyrje të tilla. Ky rasti i fundit të tregoj më së miri që vrasjet rrugore janë ngjarje po aq të rënda sa një ngjarje tjetër kriminale. Kështu që në këtë kuadër, përveç se këtyre masave, duhet të shikojmë dhe të rrisim edhe pjesën tjetër për gjobat administrative, pasi edhe për një parakalim gabuar që shpeshherë janë burim, aksidenti dhe në ngjarje fatale, masa ndëshkimore ne kemi shumë të ulta. Kështu që në këtë kuadër duhet parë dhe ne do bëjmë iniciativën tonë për të ndryshuar këto nene përkatëse të kodit penal dhe kodit rrugor për të pasur sa më shumë siguri rrugore për të gjithë qytetarët dhe kalimtarët e rrugës. Faleminderit.